Edhe pse data shënon 21 janar dhe po mbyllet muaji i parë i vitit 2026, personeli shëndetësor në Spitalin Rajonal të Shkodrës vijon të jetë pa rrogat e muajit dhjetor të vitit 2025. Vonesat e pagesave kanë kthyer pakënaqësitë dhe shqetësimin mes bluzave të bardha, të cilat çdo ditë mbajnë mbi supe një nga sektorët më të ngarkuar të shërbimit publik. Alarmi është ngritur sërish nga infermierët përmes reagimit publik të kryetarit të Sindikatës së Shëndetësisë Paulo Kaceri, i cili denoncon mungesën totale të reagimit nga drejtuesit e institucioneve shëndetësore, përfshirë edhe vetë drejtorinë e Spitalit Rajonal të Shkodrës. Sot është data 21 janar 2026, personeli spitaleve rajonale është pa paga, asi nga funksionarët e lartë apo drejtuesit e institucioneve shëndetësore nuk prononcohet për këtë problem mallor të punëmarrësve të tyre, shkruan Kaceri në reagimin e tij. Për këtë situatë ka reaguar edhe deputeti Bars Pahia, njëherëzi kryetari i Komisionit të Shëndetësisë. Ai denoncon vonesat e pajustifikueshme të pagave për bluzat e bardha dhe kërkon masa urgjente duke shprehur solidaritet të plotë me to. Në Shqipërinë e vitit 2026, ata që mbajnë veshur bluzën e bardhë, simbolin e shpresës dhe jetës, trajtohen si të dorës së dytë, edhe pse jemi në fund të janarit në Spitalin e Shkodrës dhe në shumicën e spitaleve të vendit, mjekët, infermierët dhe personeli shëndetësor që sakrifikojnë netet pa gjumë, festat larg familjes për të shërbyer, sot nuk kanë marrë akoma rrogat e muajit dhjetor. Nuk po kërkojnë luks, po kërkojnë djersën e ballit. Mjaft më me duartrokitje false për personelin shëndetësor. Vlerësimi nuk tregohet me fjalime boshe, por me respektim të dinjitetit edhe financiar, si detyrim ligjor. Paguani mjekët tani. Si mjek dhe kryetari i Komisionit Parlamentar të Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale, kërkoj me forcë marrjen e masave urgjente nga qeveria për zgjedhjen e kësaj situate.